Sekreti si të mbani nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Nëse e kontrolloni me kujdes tensionin e gjakut nëpërmjet një stili jetesës së shëndetshme, mund të mos keni nevojë të përdorni shumë ilaçe, ose mund t'i përdorni ato më rrallë se më parë. Këto janë mënyrat për uljen e tensionit të gjakut, pa pasur nevojë për barnat si tonel-flaj. Si fillim, reduktoni kilogramët e tepër të trupit dhe rregulloni perimetrin e belit, të cilët janë faktorët kryesorë në rritjen e tensionit. Meshkujt janë më të rrezikuar nëse perimetri i belit është më i madh se 102 cm, kurse gratë janë më të rrezikuara nëse perimetri i belit është më i madh se 89 cm. Ndiqni gjithmonë një dietë të shëndetshme. Një dietë e shëndetshme e pasur me drithra, fruta, perime dhe produkte të bulmetit të ulta në yndyrë mund të ndihmojë në uljen e tensionit me rreth 14%. Kufizoni gjithashtu nivelin e kripës në dietën tuaj dhe zëvendësoni kripën me erëza të ndryshme të cilat mund t'japin më shumë përfitime.